Mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga kuzhina jon, mirëmëngjesi Albana. Mirëmëngjes. Edhe sot vim me receta të shpejta e të shijshme. Do ta nisim me një ëmbëlsirë dhe më pas gjatë rrugës do të shohim sipas zhvillimeve të jashtme, jo këtu të brendshme në report. Shohim pastaj nëse do të kemi mundësi që të zhvillojmë bisedat që kemi planifikuar apo ato që mbetën pa u transmetuar për ju dje. E nisim me një kek, me sa po shoh. Pra, me një moll, në ditë doktorit i themi ik. Me 2 moll, pastaj i themi stomakut buzëqesh, sepse ja fusim me një kek, nuk kështu. Me këtë moll, po bashkojmë dhe me atë sheqeri, nuk e di çfarë të themi, po. Ai keku me moll, sepse mollët janë të sezonit tani dhe i shfrytëzojmë vazhdimisht në çaj, i pjekim, i konsumojmë siç janë, sepse vlen shprehja duke i konsumuar mollët të tilla, me gjithë lëkurë madje edhe pse për keku na duhet ta largojmë lëkurën. Gjysmën do ta lë të lëkurës. Okej. Që kështu e ke kapur gjysmën do ta lë. Për dekor, për shije, për gjitha. Për shije. Tjetër, që na duhet përveç mollëve? Atëherë më duhen mollët, po limoni, sheqeri, konjak ose rum, si të dëshironi ju. Konjaku është pak më i lirë, mund të marrni konjakun, edhe konjaku është me cilësi, e pare 2-3 unë flas, sikur. Vetëm tek pija unë jam, sa jam te ushqimi, aq fjalë të pija. Pra, do të shtoj. Ja, po si, në më godimi që se pi. Jam fare. Shtoj. Vezët këtu. Pasi. Të sqaroj dje për punën e spinaqit. Spinaqi dietava kishte dalë shumë e shijshme. Një anvis më thotë spinaqi, po spinaqi si zgatuhet? Gatuhet patjetër, nuk gatuhet në për sallata, po gatuhet. Kush tha që nuk gatuhet? Nëse unë do të bëj në për sallata, ograteni, tjetër që gatuhet. Kemi të sallatat që spinaqi baby që është i vogël fare dhe nuk gatuhet. Kemi spinaq të sotarizuar dhe normalisht i sërish do ta kalosh në avull. Pra kemi gatimet që janë në tavë ose buranit, patjetër që kalojnë në gatim. Pra unë e di që ju doni të thoni që i ka vlerat, por faktikisht kuzhina tradicionale është për te i vlerave. Është për te i vlerave. Edhe ekspertët ose dietologët e rekomandojnë që kur duam ta gatuajmë spinaqin, një kalim në ujë të vluar duhet për oksalatet, kështu që është rruga më e mirë në fakt për ta konsumuar. Pra, kaloj sheqerin me vezët. Një raje derisa zhurma nuk ndihet. Patjetër që veza e zbut sheqerin, dhe kur sheqerin e kemi granul që është të kokër, kërkon më shumë kohë për zbutjen. Kur themi kur bje ujë, shil, po le të bje shil se nuk do lagem se jam sheqer. Ja, kjo, dhe tani nuk dëgjohet më zhurma. Do të shtoj konjak ose rum sipas dëshirës. Nëse nuk doni, mos vendosni fare, se s'është. Shtoj vaj. Dhe edhe rushin e tha të vendosur në ujë. Dhe e lë. Të ambientit. I vendos në të voçkla. Pa lloj, asnjë lloj forme, se s'është më duhet forma. Pra, e mira të mirave të mollët është, ja, këtë e lë tani me lëkurë. Lëkura ka vlerat e veta dhe asgjë, çdo pjesë e një produkti është i duhur. Tani ne themi do t'i lajmë mirë që të konsumojmë edhe lëkurën me frikën e pesticideve, por me thënë drejtën çdo frutë dhe perime ka vlerën aty tek pjesa e lëkurës. Kam edhe pak. Shumë mirë, mund t'i merrni, mund t'i bëni me verë, është koha më e duhur. Verë, portokall, kanell. Je të ngrohtë, si të verë ngrohtë. Po të doni, mund të fusni edhe piperin e kuq ose bahar për ngjyrë. Bahari është kokra më e madhe se e piperit, që përdoret e peshkut e mishi, por edhe në gatimet të tjera. Kam limonin. Limonin e shtojmë direkt për mos nxirjen
lëng shumë s'paska. E mollës, mos nxirjen e mollës. Po ndërkohë, edhe më duket e mban të fortë. Masën e kanellës dhe një trazim derisa të marinohen paksa. Laj duart dhe kthehem. Një kombinim shumë i mirë, i njohur i dashur për shijet tona, i kanellës me mollë. Pak limon, siç e tham, tani vazhdojmë që të bashkojmë përbërësit e tjerë dhe do të përdorim për këtë recet mielin. Aty dua 150 farinap gram është në ditët e sotme, pra në gatimin e sotëm të kekut, sepse do t'ja lëm aromën kanellës. Farinap është një përzierje e gatshme për përgatitjen e kekut, që ka të gjitha gjërat brenda, edhe plurin pjekës, nuk do t'i shtojmë, është një përzierje mielli e gatshme, që ka edhe sodën e bukës ose pa i shtuar sodë bukë, do të keni sukses në shumë receta, thot këtu, të ëmblam. Edhe të kripura, nëse duam të përdorim, këtë pa aromë, për shumë, që është neutrale. Shtova pak sheqer pluhur, miell më duhet diku te 150 gram. 150, i bie, ja këtu. Me që se jemi tek ëmbëlsira, du t'i respektojmë gramaturat. Pra, i spërkas me sheqer pluhur, ose sheqer zakonshëm, s'ka nevoj. Kam rushin e thatë, gjë që e shtoj pak më vonë. Më shto pak miellin të lutem? Sa të mbaroj të shoh pak sa të kam shtuar. 100. Ja, një sekundë. 100 gram kemi aty, apërsisht. Bëjmë tavën të lutem Monikë me vaj. Do ta shtoj të gjithë të masë tek. Sepse bëj dhe një rrahje akoma dhe më të mirë. Dhe bëjmë një përzierje. Se i largojmë këtë. Bëj një përzierje në më të mirën e mundshme, sepse sot nuk e thash. Tani do të shtoj. Shtojmë edhe rushin e thatë. Që e kemi vënë në ujë të vakët. Nëse ne shohim për shembull që kemi nevojë, nëse kemi shtuar më tepër mollë, shtojmë pak miell më tepër. Po, kemi dhe këtë pjesën që mbeti nga masa. Të kem një masë jo të fortë, por të jetë duke qenë se është një miell që fryhet vetë, i ka elementet e tjerë që i duhet përzierjes. Është dhe më është shumë i imët si miell. Ta shihni, s'ka nevojë fare që të sitet. Pra do dhe pak, po. Kjo pak që po shtojmë tani më duket se vjen nga rushi thatë. Edhe po, patjetër sepse kishte i njom, kështu që pak ujë që qëndroi. Dhe direkt në tavë. Nëse herët e tjera ku kemi vendosur tava për t'u pjekur, ndonjëherë e kemi hapur kapakun e furrës, këtë herë nuk do veprojmë, kështu do ta lëmë derisa të piqet, të shohim që të jetë forcuar edhe të jetë krijuar korja e sipërme. Ulet masa direkt dhe krijohet pjesa e qullët. Po, dhe ne duam një kek të fryrë me volum shishëm. Marr dhe pakës sheqer që e spërkasim. A shkrip apo sheqer, tale? Se kur jam dhe pas yze shkrip. Provo dhe sheqerin të marrë unë sheqerin. Jap, ëmbëlsi më tepër, s'ka Gjeniki, se për ëmbëlsi desha që të marri ajo si përfaqa. Dhe e vendosim direkte në furrën e parangrohur, në sa gradë, 180-200 në varësi të
sobave që ju keni. Direkt me shumë dashuri. Vendosim për të pikur, ndërkohë i lexojmë së bashku përbërësit e recetës tonë, një keku të shpejt, me mollë, me rrushtë të thatë, konjak dhe kanel. 2 mollë, gjysmat, njërën ja hishin lëkur, tjetrën jo, duke e prerë më pas në kubik. 2 vezë, 130 gram, 120-130 gram sheqer, 150 gram miell, 100 ml vaj lule dielli ose vaj ulliri, një pak o fryrës për ëmbëlsira, nëse nuk do të keni farinapin, 60 gram rrush i thatë, 1 lugë çaj kanel pluhur, gjysmë filxhan kafeje konjak ose rum, lëngu i gjysmës i një limoni, ndoshta, dhe pak sheqer fare në fund për ta spërkatur dhe pak kanel. Shkëputemi tani për mesazhin e radhës promocional nga Prostatol dhe rikthehemi për të vazhduar me recetën e kajmakut. Me sa po shoh, përgatisim një recetë tradicionale kajmak.